këto desha tu siguroj se nga një sektor i injoruar, por nuk jeni vetëm ju, është në tërësi bujësia. Dhe çfarë alternative ofron Edi Rama? E ndigjohet vetë. Alternativë në një fermeri i cili i thot se prodhimi mu kalb prodhimi, nuk e shita dot, se ferma me falimentoj, por unë do të votoj ty. Jo, kjo është me zë dhe figurë. Pra, Edi Rama ofron alternativë më të keqen që mund të ofrojë njeri, ofron shplarjen e trurit të njeriut, që përbën dhe fatkeqësinë më të madhe njerëzore. Që moment që ne që kemi kaluar diktaturën komuniste e dim se çfarë do të thotë, ne nuk e kemi akoma të freskë në një farë mënyrë kur ne rrëzuam bustin e shtatorin e Enver Hoxhës, diktatorit më të keq të gjitha kohërave, por u gjetën qindra mira që rrëmbyen armët për të ardhur për të ne vendosur prapë shtatorin. Po ajo ishte shplarje truri. Edhe ajo s'do të ndodhë kur. Alternative e Edi Ramës pra për fermerin, për bujësinë, ishte kjo, më votoni pavarësisht nga falimentimi, pavarësisht nga injorimi që u kam bërë, pavarësisht nga dënimi që u kam bërë, se Edi Rama, prodhimin bujësor, blegtoral, e ndërshkoj me Ballkanin e hapur. Hapi kufit që se bën asnjë vend në botë, e bëri si argati Vučićit, në një kohë kur zotëria e tij i financon bujqit fermerët në Shumadi apo në Banat apo në gjithë Serbinë 8 herë më shumë se sa Edi Rama. 8 herë. Atëherë hajde të bëjmë garë. Unë 1 ti 8. Çfarë gare bëhet këtu? Ti 8 hapa para, atje unë e nis këtu. S'ka garë këtu. Dhe ndaj fermerët falimentuan, rriti çmimet e inputeve, Myzeqeja ka therë 35.000 lop race. Ka patur 35.000 lop race, 35.000 lop race. I ka therë gjysmën. Pse? Sepse demu i barit u bë shumë në shtresë se kilja qumshtit. Hiku pastaj, se madaj, ata njerëz punëtor dhe njerëz që u orientuan vetvetiu, e panë që me qumshtin fitonin më shumë. Dhe e profilizuan shumë bukur vetën e tyre. Dhe ky mori u hapi kufirin, vuri ligjin, votoi ligjin për të futur qumshtin pluhur pa taksa. A mund të imagjinoni ta bëjë njëri, a ka akt më shkatrues për prodhues të qumshit në Shqipëri? Dhe tani shqiptarët blen djathë të bërë me qumsht pluhur. Po, ai e legjimoi. Kështu që këto, por ai e bazon të gjithë qëndrimin ndaj fermerëve në shplarjen e trurit. Mu kalë prodhimi e hodha në kanal, s'ma bleu njeri, po prap ty do të votoj. Po mirë, ti votoje, po
ti ke një përgjegjësi për fëmijët tu. Ti ke një përgjegjësi për niprat mbesat tuaja. Ti ke një përgjegjësi për atë komunitet ku jeton. Dhe kur shef që njerëzit pikërisht se ti kalë prodhimin ikin, se s'kan që të bëjnë, si mundet ti premtosh votën një njeriu si ai, që dhe njëherë i them atij fermerit të nderuar, fatkeq, i them se ke ndëgjuar ndonjëherë të thot njëherë të vetme patate, moll apo grosh, jo, kanabis dhe vetëm kanabis. Po që të lidhë ty me të atër, si mundet? Normalisht, njëri që jeton me nder, me punë e djersën e ti, si që jetojnë fermerët, nuk mund të kenë armik me tegër se sa këtë njëri. Unë kam besim të madh që në 11 maj, fermerët shqiptarë do t'jenë masiv në votën e tyre për fermer madhështore, për bujqësin madhështore, për Shqipërinë madhështore. Faleminderit shumë. Atëherë, profesor doktor Berisha, doja që të një prezentim vetëm të shkurtër të eksportuesve që janë sot në këtë salë, duke filluar me Meja Koplik me zotin Emiliano Skuraj, me Herbafruta nga Elbasani, me Qibuku nga Korça, me Auronia nga Elbasani, me Gura Tepelin, me Gjedra Berat, me Relikaj në Koplik, dhe Qela Herbal që është dhe një pjesë e madhe sot grumulluesve që janë për gjitha rrethet e shumicat vendet tonë. Unë mendoj që kush do fjalën që pa përsëritur ato që kemi shumë halle e shumë probleme që janë, por ne mendojmë që në rast edhe gjysma e premtimeve që Partia Demokratike tashmë ka me një program të qartë dhe arrit të konkretizoj dhe të vinë njëhem fermerve, të individve, por dhe të eksportuesve, do t'jemi shumë të lumtur dhe ndërkohë do qojmë eksportit nga afër $60 milion sot, të arrim që për 4 vite të shkojnë $100 milion. Kush do që të flasin, diskutime e hapur. I nderuar zoti Berisha, i nderuar zoti Gjoka, të nderuar eksportues, së pari ne sot duhet jemi falendërues ndaj jush zoti Berisha që keni gjetur kohën për të qenë pjesë e këtij takimi. Ne në fakt si eksportues nuk është takimi i parë që kemi kërkuar dhe kemi realizuar, kemi bërë një sër takimesh tjera me qeverinë aktuale, edhe me kryeministrin aktual, por industria jonë ashtu si dhe ju e përmendet, është një gjendje jo shumë të mirë. Kjo për vetë faktin se unë jam përfaqësuese e kompanisë Relikaj dhe kompania Relikaj ndodhet në Koplik të Malësisë së Madhe, një prej zonave mund të them më të prekura në këtë fushë. Gjatë këtyre viteve dhe konkretisht në këtë 3 vjeçarin e fundit kemi pasur një rritje të stokut të produkteve të Shërbeles. Nga ana tjetër mund të them që këtë vit kemi një humbje të madhe të interesit të fermerëve për prodhimin dhe vazhdimin e kultivimit të këtij produkti. Ashtu si dhe ju e përmendet, ne zëm një pjesë të një hapësirë tepër të madhe të eksporteve shqiptare, si dhe të qarkullimit të ardhurave të këtij vendi, por biznesi shqiptar sot nuk kërkon lëmosh, as nga shteti, as nga qeveria, ne kërkojmë mbështetje, kërkojmë zgjidhje të situatave,
Dhe një prej situatave aktuale është tepër e rëndë. Unë mendoj që ne si eksportues mas 3 viteve do përballemi një problematikë edhe më të madhe, që do jetë humbja e produkteve dhe e lëndëve të para, pasi humbja e interesit kaq të madh të fermerëve, madje edhe ikja e tyre do krijoj një ulje të këtyre produkteve. Ne jemi eksportues dhe kemi marrë përsipër riskun që të zhvillojmë vetë bizneset, pasi çdo biznes në botë realizon vetë kontratat, realizon vetë proceset, realizon vetë zhvillimin e atij biznesi, por qeverit duhet të jenë të pranishme pranë bizneseve, duhet të jenë të pranishme në zgjedhjen e situatave mallore, siç është rasti që kemi pasur në këto 3 vite që ka qenë zhvlerësimi i euros dhe i dollarit, një humbje kolosale për eksportuesit shqiptar dhe konkretisht për industrinë tonë. Nga ana tjetër, kemi pasur problematik tepër të madhe, është rasti që zoti Gjoka përmendi. Ne jemi pothuajse 80% eksportues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe